ndërsa një pjesë e qarkut Shkodër është përfshirë nga përmbytjet zonat malore, por përballen me rreshje dëbore, ku në disa segmente ka pasur probleme edhe me qarkullimin. Në njoftimin e saj, prefektura qarkut Shkodër bën ditur se në segmentin Bog Qafllore ka prezencë bore në disa pjesë që arrin deri në 120 cm. Segmenti pranë tunelit panoramik i bllokuar nga urtëçet, ku ka patur edhe një automjet bllokuar, që është asistuar nga firma kontraktore për të vijuar pastrimin e aksit nga urtekët e ndodhur gjatë natës, ndërsa firmat kontraktore vijojnë punën pa ndërprerje për të mundësuar kalueshmërinë e rrugës në VMC. Edhe në segmentin Hani Hotit Vermosh ka pasur rreshje të dendura dëbore, erë të fortë mbi 700 metër, në qafën e Bordolecit dëbora arrin në 80 cm, ndërsa qarkullimi rekomandohet me goma dimërore dhe zinxhir, ndërkohë në bashkitë Puk dhe Fusharës vijojnë rreshje të dëborës që arrin 10 deri në 25 cm. Rreshja e dëborës ka nisur këtë të shtunë rreth orës 8 së premtes së shtunës. Trashësia e dëborës ka arritur mbi 10 cm në qytet dhe 25 cm në lagjet dhe në fshatrat e qytetit të Pukës. Drejtoria e shërbimeve dhe emergjencave civile ndodhet në terren bashkë me burpastuesët dhe fadromin për hapjen dhe pastrimin e rrugëve që të jenë të aksesueshme për mjetet, gjithashtu dhe për kriposin e tyre. Gjej rastin që bëhet thirrje shoferëve, pajisin me zinxhirë dhe goma dimërore për të evituar aksidentet. Prefektura qarkut Shkodër është në komunikim dhe koordinim vazhdueshëm me mbrojtjen civile, policinë e shtetit dhe strukturat vendore për çdo problematikë të mundshme.